Për herë të parë, Byroja Kombëtare e Hetimit ka zbritur në terren me njësinë e saj të armatosur si pjesë e vizionit të kreut të SPAK. Kjo njësi pjesë e sektorit të taktikës në BKH, e cila përbëhet nga agent të trajnuar dhe armatosur, mbrëmjen e një korrikut ka kryer operacionin e parë në qytetin e Durrësit. Në pranga ka rënë një personazh i njohur për CV-n e tij kriminale dhe i shpallur në kërkim nga SPAK për llogari të operacionit Ura. Adi Çova u prangos nga agjentët në një banesë në zonën e plazhit në Durrës, ndërsa mësohet se s'ka bërë rezistencë. Agjentët e BKH-s kanë dorëzuar në laboratorin e ekzaminimit celularin e sekuestruar të Çobës, ndërsa në filtër po kalojnë edhe veprimet e zyrtarëve të policisë për të faktuar nëse kanë shmangur apo jo arrestimin e personave të kërkuar. Në listën e të kërkuarve janë lokalizuar edhe 24 shtetas të dyshuar. Nga informacionet e mbledhura nga BKH, rezulton se ata fshihen në Tiranë, Durrës, Vlorë, Fier dhe Elbasan. Prej 2 javësh, këto qytete janë në monitorimin e njësisë speciale e cila ka lokalizuar vendet ku ata fshihen. Mes të kërkuarve ka rezultuar se disa prej tyre fshihen në vila dhe resorte luksoze të cilat ndodhen në zonat bregdetare të vendit. Dalje në terren të njësisë speciale të BKH e paralajmëroi një ditë më parë kreu i SPAK, zoti Brao, i cili teksa raportoi në kuvent, tha se SPAK dhe BKH shumë shpejt do të kryejnë edhe vetë arrestime dhe ekzekutime të vendimeve gjyqësore apo masave të sigurisë. Aktualisht BKH ka nisur në terren riformatimin e saj me sektorët e hetimit, ku fokus ka marrë krimi ekonomik, asetet, vëzhgimi në terren dhe lokalizimi personave antar të grupeve kriminale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.